Ditë e madhe historike për të gjithë shqiptarët. Kosova ka testuar me sukses dronet e saj luftarak me performanca dhe një teknologji të jashtëzakonshme. Sot është ditë mbi qiellin e Kosovës Skifteri Made in Dardania. Ky dron ka parametra spektakolar, i cili mund të fluturojë 7 orë 12 minuta, një distancë prej 1124 km, të transportojë një ngarkesë armatimi 42 kg dhe një shpejtësi prej 220 km/h. Nga sot mund të themi se Kosova hyn në konkurrencë globale duke prodhuar dronet autentik në fabrikën e saj. Modeli i cili pritet të krahasohet me fuqitë më dha botërore të Amerikës, Rusisë, Iranit dhe Ukrainës. Kosova ka për qëllim forcën e sigurisë kombëtare dhe rajonale, sepse ka kaluar dekada shekuj të përgjakur, derisa sot ndihet krenare për popullin, për sakrificën, për miq dhe alatet e saj. Urime gjithë shqiptarëve anën ban trevave shqiptare. Baco Kry.